Okej, dua të them diçka, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Na dëgjon edhe banorët. Po, le ta dëgjojnë banorët. Unë e kuptoj shumë mirë Albën që duke parë ato video ndjehet keq. Unë e kuptoj shumë mirë që i vjen turp nga vetja duke parë ato video, duke parë ato gjeste që ajo ka bërë. Patjetër. Unë e kuptoj shumë mirë të gjithë presionin që ajo ka pasur dhe unë e kuptoj dhe mund ta mirë kuptoj nëse Alba do çojnë këmbë dhe do thoshte po më vjen turp nga vetja nga këto gjëra që kam bërë, nuk do t'i përsëris më dhe të kërkoj ndjes. Por që cilët në këtë mënyrë dhe të përpiqet të përligji dhe të justifikoj gjeste të shëmtuara që ka bërë këtë nuk e kuptoj dot. Sot do ta kisha duar trokitur nëse do çojë në këmbë, sepse ajo është vajzë që di të flasë shumë mirë. Është vajzë e mençur, ka një elokuencë, nuk është budallaqe. Të çojë në këmbë dhe të thoshte unë kërkoj ndjes, nuk e di pse kam arritur në këto nivele. Por, të mbroj veten e saj, duke sulmuar në këtë formë, duke mos na lënë as neve të flasim dhe duke mos kuptuar pse ajo ka arritur në këtë gjendje dhe pse ajo ka dashur të çojë Elionën në atë gjendje, se sikur vetëm gjesti i gjuajtjes me jasik të ekzistonte në atë video, prap do ishte një gjë shumë e rëndë. Leonora. Nuk ka gjë më të shëmtuar se ti shohësh dy vajza të rritura ti turrën një 18 vjeçare. Vërtet, nuk ka gjë më të shëmtuar. Nëse më dëgjojnë, sepse... Nuk e di apo na dëgjojnë banorët, apo na shohin. Po, okej, në rregull. Në rregull, vërtet është shumë e shëmtuar. Ta rëndojsh gjendjen psikologjike të një fëmijë, se realisht ajo tani posa ka kaluar fazën e adoleshencës, është vetëm 18 vjeç, dhe unë e përgëzoj Elionën për maturinë që ka treguar, sepse vërtet është presion. Ndonjëherë sulmi verbal është shumë më i rëndë se sa sulmi fizik. Dhe të bën gjeste të tilla, dhe unë mendoj, pavarësisht se ajo Benita i ka kryer të gjitha, po nxitësja në këtë rast ka qenë Alba. Mirë, okej. Banor, nëse Alba, apo na dëgjon, Alba. Të ma jep një tani, arushin tim, që e kam dhurat emocionale, se unë kam këtu narkohen. Alba. Dua tani arushin tim, ku e ke një arushin tim? Arushin, nuk ku e ke lonë. Arushin e dua, Okej, shma kërkoj produksioni. Alba, Arushin e dua në rregull. se unë nuk kam ndërme të vazhdoj pramin. Në rregull, Alba. Arushin e dua. Alba, po qetësohet. Arushin e dua, edhe vazhdoni të gjithë Alba, nuk e kam arushin këtu me të em dorë, të lutem. Nëse do me kuptu, Alba, ti... Arushin e dua këtu tani. Tani e dua, se kam nevoj për arushin tim. Alba, eja të shkojmë dhonë të rëfimeve. Eja të shkojmë në dhonë të rëfimeve. Nuk shkojmë asi vetë, këtu e dua arushin. Eja të shkojmë dhonë të rëfimeve, qetësohu. Edhe nuk i deson se flishem para